Mjeshtri i baletit Llaçinako, ditëlindjen e 80 e ka festuar aty ku e nisi, në skenën e Akademisë së Arteve, mes miqve artistë e balerinëve të së ardhmes. Në këtë përvjetor, ka zgjedhur të prezantojë 3 librat e tij, erë si novel dhe romanët Mëkatarët dhe Rikthimi. Baleti është jeta e tij, ndaj dhe në këtë takim për librin nuk mund të shmanget nga poetizmi i lëvizjes, me të cilën lidh dhe fjalën e tij gjatë prezantimit të librave. Është një lloj përvoli që në çdo performancë artisti ndjen mas siparit, kur ulet, ndjen që kur ulet fillësisht ndaj sallës, siç ne dhe sot këtu, ndaj sallës që e durët roket, si shpërbim, dhe ato durët rokitje të hareshme, ndjen si rrahje, krash, të bardhë, plumbash, që pastojnë ajrin, që japin oksigjen, dhe ndjellin frymëzim dhe vetëm frymëzim. Artisti virtuoz dhe ka nisur punën në Teatrin e Operës dhe Baletit si valltar, e mëtej si solist i parë, ku ka debutuar në balete të shumta, të repertorit shqiptar dhe të huaj, por që mbahet mend për skalitjen e Halilit. Rrugtimin e tij e vazhdoi si koreograf i baletit për fëmijë, ku ka spikatur mjaft talente që janë sot në skenën shqiptare dhe atë të huaj. Fali imagjinatës krijuese poetike, Llaçinako e nis herët me letërsim fillimisht me poezi, por tashmë profili i artistit bëhet më i plot, me dalje në dritë të disa veprave letrare në gjini të ndryshme.